Më keq të thot një gocë që e ke inat, që i dashurit po të tradhton, apo ta shohësh tradhtin me sytë e tu. Ha Blerta, s'ke Blerta. Më keq është ta shohësh me sytë e tua, vlla, do ta kesh gjithë jetën tënde, sa herë të mbyllësh syt do shohësh atë tu puth me një tjetër. Por mos thënë gjëra të tjera, të varet në çfarë prizmi e ka. Ajo goca tjetër që ty të ka inat, imagjino po të shkruan ty dhe po kënaq egon e saj është keq. Është aur me shtë veta, mirë e mirë. Po, bravo. Ka bërë kështu. Lola. Shkruan ty, absolutisht më mirë ta kap vetë ta var prej gjuhë. Se sa të mvjerë që më ka inat. Unë jam marrë mesazhet asaj, postoj vetë në TikTok, në Instagram. I poston ti. Ose po më të kënaqesh egon është shumë e tmerrshme ta shohësh me sytë e tu një person që ke ndarë krevatin jetën dhe e shef tu puth me një femër tjetër tu langaros në tavolinë. Mirë, nëse ajo ta thot këtë. A kupton? Pa ty të vi më shumë inate, kupton, ndërsa kur ta thotë tjetra thua, mirë që u tall me mua mirë u kënaq, po prapë të imagjinosh ta